ka ardhur? Momenti ka kaluar. Ka aq shumë gjëra për të ngritur këtu në këtë vend sa jo vetëm ke çmimet, ke jeta e përditshme, ke siguria në rrugë, ke siguria e fëmijëve. Njerëzit duhet të kuptojnë që duhet i rrisin fëmijët në këtë vend. Deri para disa vitesh ne mendonim që Shqipëria do bëhet sepse realisht i ka mundësi që të bëhet. Shqipëria është një vend shumë i pasur, jo vetëm të mbaj njerëzit që ka, por edhe të rikthej ata që kanë qenë. Mungon vullneti politik. Problemi është të gjendë se për cila është arsyeja. Pse këta njerëz nuk e duan këtë vend, sepse unë nuk mund ta imagjinoj dot, unë si shqiptar që jam, ta imagjinoj dot një urrëtie kaq të madhe për vendin tënd nga klasa politike. Nga klasa politike, thashë nga njerëzit e thjeshtë. Jo. Nga klasa politike. Po e shkatrojnë. Njerëzit duhet ta kuptojnë, njerëzit janë në një pikë dëshpërimi. Atëherë njerëzit kanë të drejtë të mos besojnë te politika. Po absolutisht politika ka treguar, ka 35 vjet që tregon që është një lojë e madhe, është një farsë. Dhe njerëzit po e kuptojnë pak nga pak. Problemi është... Po ju pse u bët pjesë e politikës atëherë? Sepse kisha një inat me veten time. Dhe thosha vetes, kam jetuar 22 vjet jashtë. U ktheva në Shqipëri. Që fëmijët e mi të mësojnë shqip, të jetojnë shqip, të kenë kujtime në Shqipëri, të ri pranë prindërve të mi. Dhe mbase edhe të jetoj këtu. Bashkëshorti ime që është e huaj, ditën e parë që ka ardhur, ka thënë ç'është ky vend i mrekullueshëm. Në 1 metër katror tokë, këtu ka 25 lloje bimësh që nuk gjenden në asnjë vend tjetër të Evropës. Jeni një vend kaq i pasur, kaq i bukur, kaq i mirë. Si ka mundësi që jeni kaq të varfër? Dhe më pas çfarë ndodhi? Ju nuk e gjetët veten dhe vendosët që të ndryshoni diçka duke bërë pjesë e politikës? Po vinte dita që unë të ikja prapë, të mendohem të iki. Po mendoj sinqerisht të iki nga ky vend. Edhe tani. Edhe tani që jeni pjesë e politikës. Dhe ishte shansi im i fundit që edhe nëse një ditë nuk arrit të bëj dot asgjë për këtë vend. Po të paktën t'i them vetes u përpoqja, e bëra. Kjo është ajo që